Jam 5 herë i denuar Maltezi, edhe me burg, kish për flamur. Por ama, me gjithë se ata ditë e dinit ftofta që ishin, edhe një blus i kishe të veqë, ma hoqen prej trupit. Asë qarqaf s'kan dhënë më mlu në burg. Me ka 10-15 automatik ku më kanë arrestu i kanë pas krytin tëmë. Doluydu, içinde su var. Zotëri, vetëm një koment doja. Keni qenë gjëja më interesante në të protestë organizuar në Tiranë në mbështetje të studentëve të Maqedonisë. Për mua thot shumë kjo gjëja. Doja ta dëgjoja nga ti. Çfarë simbolizon e gjitha kjo, ndërkohë që ke edhe veshjen tradicionale shqiptare? U jam Altin Tufa, gazetar nga kanali Pisk në YouTube. Faleminderit shumë. Unë jam i Fandonori, vi nga Shkodra. Kam shumë histori në famorin tonë kombëtar. Qysh, ju kam kërë 78 vjeç. Qysh, në vitin 62-50 vjetori në pavarësisë së Shqipërisë. Baba nuk ka pasport me ble bukë, por flamurin më ka ble. Ka lanë bukën pa ble, ka ble flamurin më ka por shpijë. Në ardhën e eshtëve të Pashkovas të Shkodrës, isha 13-14 vjeç, kur kam kërë flamurtar që i kam pri dhe Honor Majtës, i primjes së karvanit të njerëzve të kortezhit që ishin të eshnave të Pashkovasës në tokë. Deri prej qytetit të Shkodrës nga komuniteti ekzekutiv i asaj kohë dhe deri në bordin dëshmorëve në Shkodër. Por, çuditërisht se si më kanë ndodhur ta punë po me flamurin tonë deri në ditën e sotit. Edhe Spartakat e tretë kombëtare, se një sportist i vllaznisë së Shkodrës i kanë pri kuadratit të sportistëve vllaznisë së Shkodrës me flamur në pistën e stadiumit Qemal Stafa dhe në atë kohë ishte në tribun edhe sekretari parë Enver Hoxha, bashkë me këtë byron politike. Tani, vjen koha, kalon. Unë e loj sportin, se jam marrë 16-17 vite e volejbol dhe me sportet të tjera. E lash se erdi mosha, kushtet familjes. Po nuk lash sportin, nuk lash lëvizjen, nuk lash flamurin. Nuk le flamurin. Dhe me 16 gusht 2002 bëj një aksident jashtëzakonisht rënd. Me bicikletë, do shku në Olsin, në fshatin Klesa, në Olsini. A di kam kënë pa njeja. Në 6 spitale, më kanë thënë në këput ka me djafë Kordopin. Trupi jam atë ditë, vetëm gjak ka kullu, nga gjojt e derën flok vetëm gjak. Gjithë kënë kam kënë cëpë, po shumë këtë që kam pas kamen e djathë. Dhe pa flasë pak zjana, pa dash me një tërësi se s'del kur. Pa, e qarë. Të më qunë sa të operacione me këput kamen, unë reagoj dhe i kam jo mi këput, vetëm kësë kam thënë. Nuk putet kama, qonë kocat e për vende, qojtë gjurin vend, qojtë Kordopin në vend, venosën 13 bulona, 50-15 metrë, nga gjurin dhe në Kordopin, shirit i hekrit, dhe më thonë për jetë i paralizu. E mora veti në qonë kamë. Dhe sa herë që jam vizitu vitin e parë me në komision doktorësh edhe ka 10 doktora komision, më thoshin i e shkëllqyshëm, por të të me të shi paralizu. Dhe kështu, këtë vitin e parë, hoqa hekra pas një vitit, tash më thonë da të paralizosh. Dhe ashtë të ndohi, u paralizova. Unë vit s'ka më paralizoh, derisa rash të shek, nuk je se 5-6 metrë urzoshe, nuk mushe. 2 mundësi thëmë vetit ke, po vrap me nga, po i paralizoh, 2 shek me ra. Fati jem zhua vrapin, filla vrapin. Një hapë sot 2 nesër, dhe kur kam rri 100 metrët e para vrap, si më ngasë një paralizum që se danë kam kucin nga kuca, dhe thosh jam me mirë në botë.
por nuk e nala. Qashe prej dhimave, nuk e nala. To vazhdu 100 metrë, 102 e kështu me radhë. Derisa mrina, kush mund ta gjenë se sa kam prit se gjenë kërkush, nuk e besoj veti sa kam prit. Kam ri 60 km vrapo nalë. Në këtë mosh, sot jam 72. Të kesh jetë shnet. Shtetë e pache. Por, krahas vrapit, tash i fillova e marrë, pra në stërviti që më bashe, me një punë shumë tranë të turnesh, të jashtëzakonshme. Fillova dhe alpinizmin. Sa shif që si një bate shumë mirë ka, sa alpinizmin e për malin, mal mas malit. Po thuj se s'kam lanë mal në Shqipni, po hypë ma e malit. Ftof, minus 15 më kanë atjere ma e malit në përborë, edhe i metrë gjysë borë kam qa, dhe o me grupin e parë, ose i pari kam dalë ma e malit. To i mujtë 20 vjeqat. Fillova garat kombëtare dhe nërkombëtare, vrapimet, maratona, ultramaratona. Edhe me nga 6 kampiona bote në garë. Kam arrit e marrë edhe 2 medalje në një garë. Këto sportiste e shoshim që lujtë sot 18 vjeqartë, 20 vjeqartë, që janë edhe përfaqësuese shqiptare, unë të nga papa ta më qeshin mu. Rafshim ta në bashkë. Unë të nga vrapë, kur më shifshin ata të nga, ata qeshin mu, lushin me mu. Dhe bisedoshim e ta. Atet mune i thoshe, e një djemë 3 sportista. Jo thoshin, atë mujmë ty, jo, kur. Derën 15 km, 20 edhe me muni, masa i ma mrapa jo. Dhe më thoshin, s'mund t'i bam 20 km, pra i kam mujtë sportista që i losin sot. Fillova qiklizmi, deri në Turqi kam qenë për ja me bicikletë. Deri në Turqi? Sigurman. Për ja? Se kanë bërë të qiklistat tonë, pa 20 vjeqarë. Por, gjithkun në flamur, shqiptar, se dhe më prisje ke mesazhi, cili është mesazhi i gjithë mesazhi, po. Pra flamuri i pari, kjo është mesazhi. Flamuri. Pra çdo gjë, këto çka tregove, çka ke bërë domthon ka të bëjë me flamurin. Tjetër, gjithkun ku kam shku, me flamur shqiptar në Shtincë, edhe dorën teme gjithkun ma e malesh, bicikletë gjithkun tonë rrugën. Jam 5 herë i denuar Maltezi, edhe me burg. Prej flamurit? Pikërisht për flamur. Por ama, me gjithë se ata ditë e dirnit ftofta që ishin, edhe një blus i kishe të veqë, ma hoqen prej trupit. Asë qarqaf s'kan dhonë më mlu në burg. Me ka 10-15 automatik ku më kanë arrestu i kam pas krytin temë. Me shumë forca policore. 3 herë dhe më lidhe parlamenti Malizi, më lidhen e tjerë që janë, dhe ligji i mos valvitjes në malin e zi, i flamurit tonë kombëtar shqiptar, shfuqizohet, e hedhi poshtë, e rëzej unë Irfan Dovnori Shkodani, një stërnipit do të gjellurit Mazini. Dhe me datën 15 dhjetor 2020, ky ligj juridikisht futet fuqi në malin e zi, që flamuri shqiptar banon njëshë. Kam shku atje në malet lidis Nishit dhe Aleksinacit, në Serbi, edhe atje kam shku flamurin, alpinizm. 3 herë i nalën në Macedoni, po për flamurin kombëtar. Po i nalën edhe në Greqi, po edhe në Turqi që më kanë hekë flamurit prej dore. Por nuk kanë bërë kërgjan këta, shumë ma shumë poshtërsisht janë shellë. Ato që kanë ndërtu këtë program për më arrestu, që më arrestu në mu, në Lesh, në përërimin e shpirës gjashfishës. Ata që me qunën në polici, hetusi Lula Shtusha, asjet poshtërsisht për mu, mirë se me mu, sa unë i pasan ba, kam luj 17 vjetë sport me ekipin e parë, ja kartel kusja dhe vjetë këshedhim s'kam marrë si herë. Mirë se unë i pasan ba të anat zezat. Që i banen të partë e mi me shekuj për para? Janë të vdekur në rëvorë, ja ka lujt eshtë në të rëvorë atje. Por, edhe po kështu gjykata lezhët poshtërsisht asjet me mu. Nuk di që me thonë bajtet. Vem flamurin parë, gjithë që kam në shku për smari. 2 fjalë vetëm për protestën se po të presim. Për këtë sot, çfarë simbolike ka për ju? Çfarë do me thënie ka? Do me thonin, a duhet bashkohen shqiptarë? Çfarë rëndësie ka sot flamuri shqiptar? Do me çfarë peshe duhet ketë për ne shqiptarë? Flamuri tanë shqiptar, një gjumë, një kom, një gjak, një qëndrim, një veprim. Nuk do të dorëzohem asnjëherë me histori që tregove, me pak fjalë, nuk do të dorëzohem asnjëherë. Flamuri gjithë që kam në shku për smari. Të falenderoj dhe bravo për shembullin dhe me mësimet që na dha. Faleminderit.